kemi qenë si klub, si Shkëndija e dini më herët ka qenë një ekip shumë e organizuar në ligën e dytë, por sistemi nuk e ka lejuar që të shkon atje ku e ka vend në ligën e parë. Pastaj ndodhi dhe lufta, e dini edhe vetë Diminishi, kemi qenë shumë dëmtuar dhe pas asaj kemi filluar një vit me fortunën e Hasanbekit kemi qenë dhe pas një viti Shkëndija ka rënë nga liga e dytë në ligën e tretë. Kemi garuar deri në vitin 2015 rrethonat, shkaqet kanë qenë që ata të mos të garojnë 5 vite 6 të pushojnë. Pra por i organizuam në kohën e koronës që ishte dhe prej atëherë për 3 vite pra kemi kaluar për ligës 4 në ligën e dytë. Pra unë mendoj se e kemi merituar dhe kemi bërë gjithë shka, pra jo unë, po me gjithë atë stafin që e kam bashkë, jemi një grup që funksionojmë shumë mirë, jemi një grup, unë jam ndoshta më i riu aty dhe jam krijetar për shkak se ndoshta më energji më shumë se kam brapa meje njerëz që më qëndrojnë edhe shkajnë më shumë se unë. Pra besoj që ja arritëm me tifo grupi qeverimtar që kemi pas prej fillimit, mërgjimtarët, komuna dhe kur është një punë e hajrit dhe është pa hile besoj që në fund shpërblejet. Pra jemi shpërblejet dhe jemi në ligën e dytë. Si ishte ndeshja me Kosovën? Shife, ndeshja me Kosovën është pak më rëndë, pra Buraku bashkimi me atë kanë luajtur mirë, po intensiteti edhe i ligës së dytë është aty. A liga e tretë është pak më problem se është liga amatore, pra kemi qenë me lojtarë të mirë, po gjatë gjithë sezonit ne kemi luajtur me ekipe shumë më dobta se na dhe në fund duhet të garosh me një ekip që luan në ligën e dytë, 17 lojë ka pasur ajo me intensitet shumë më të lartë se na. Dhe aty kemi hasur problem mirë, po edhe pas Zoti që ja ka treguar një dominim total. Çfarë do thotë kjo për Haraçinën, rikthimi i Shkëndijës? Për Haraçinën, pra Haraçina më edhe më herët është njoftur prej klubit Shkëndijës Haraçinës. Prej Shkëndijës Haraçinës dhe e dini shumë mirë se shumë futbollistë njohur kanë dalë prej aty, kanë bërë karrierë dhe sot asaj dite janë edhe me emër edhe trajnerat mëdhenj edhe gjithçka. Pra është koha që të rikthehet, nuk duhet të kthehemi mbrapa, puna e stadiumit që ka ndodhur, jemi në procedurë dhe besoj që edhe politikanët nuk do ta harrojnë, sikur na kanë harruar deri më tash, dhe besoj që e meritojmë të kemi stadiumin tonë, dhe Shkëndija do të rikthehet edhe me një reorganizim edhe më të mirë, pse jo edhe ato ndërën që se kanë pas ato të parët që të shkojnë edhe në ligën e parë.